raporti SPAK dhe çështjet konkrete që SPAK ka bërë publike, sugjerojnë se korrupsioni në Shqipëri ka kaluar në disa faza. Faza e parë është ajo që njohim të gjithë, rushfeti individual dhe i rastësishëm, apo jo i rastësishëm. Pra, pagesa e paligjshme për t'i dhënë një operatori privat një leje, një licencë, një dosje, një kontroll, një favor. Faza e dytë e evolimit të korrupsionit është më e përparuar. Është kapja e procedurës publike. Pra, zyrtari publik nuk merr thjesht një pagesë për t'i dhënë dikujt një garë, por e gjithë gara deformohet për një fitues të paracaktuar. Pra, manipulohet mënyra si shkruhen kriteret, manipulohet kush futet në garë, kush skualifikohet, kush fiton dhe kush kontrollon pasaj zbatimin e kontratës. Faza e tretë e evolimit të korrupsionit është edhe më sofistikuar. Në këtë fazë korrupsioni kthehet në inxhinieri institucionale. Funksionar publik që sipas hetimeve krijojnë ose kontrollojnë interesa private, pra kompani, ortakëri të fshehura ose struktura të tjera, pas të cilave ata përfitojnë nga paratë publike. Dhe në fund vjen faza më rrezikshme, ndërthurja me krimin e organizuar. Ndërthurja me krimin e organizuar është ndoshta pika më shqetësuese e raportit të SPAK. SPAK bën të ditur se disa nga veprat penale kryesore që lidhen me korrupsionin në hetimet që SPAK ka bërë në vitin 2025, në disa raste janë zhvilluar në kuadër të krimit të organizuar. Çfarë do thotë kjo? Do të thotë se korrupsioni nuk ka të bëjë vetëm me përfitimin e paligjshëm të disa zyrtarëve publik apo biznesmenëve. Do të thotë se në disa raste korrupsioni bëhet porthyrse për interesa kriminale më të mëdha se sa interesat e biznesit. Kur krimi organizuar ka nevojë për lehtësi në pastrim parash, kur krimi organizuar ka nevojë për mbrojtje institucionale, për akses në kontrata publike, për ndikim në drejtësi, për shmangje kontrolle shtetërore apo për depërtimin e ekonomi, ai ka nevojë dhe për korrupsion, ose korrupsioni është mjeti që ai përdor. Dhe kur një pjesë e korrupsionit fillon të lidhet me krimin organizuar, rreziku i korrupsionit ndryshon krejtësisht natyrën e tij. Nuk bëhet më fjalë për dëm ekonomik apo për dëmin në qeverisjen e vendit. Bëhet fjalë për kapje të shtetit. Sepse në këtë pikë, shteti nuk shfrytëzohet vetëm nga individ të korruptuar. Në këtë pikë, shteti fillon të përdoret si mjet nga rrjete më të rrezikshme dhe më të strukturuara kriminale. Raporti SPAK jep një tregues të qartë për këtë problem. Sipas profilit të riskut të identifikuar nga hetimet që janë zhvilluar nga SPAK në vitin 2025, veprat me risk më të lartë, pra ato që mund të ndodhin më shpesh dhe kanë rrezikshmëri më të lartë, janë korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, shkelja e barazisë në tendera dhe ankande publike dhe pastrimi i produkteve të veprimtarisë kriminale. Pra, në qendër të rrezikut mbeten tre hallka: zyrtari që abuzon me funksionin publik, tenderi që manipulohet për fitues të paracaktuar dhe në fund paraja që pastrohet. Ky është trinomi kryesor i korrupsionit që përshkruan SPAK në raportin e vet. Duke përmbledhur në këtë fund të emisionit, çfarë tregon në tërësi raporti SPAK për Shqipërinë? Tregon se korrupsioni nuk duhet parë më si një seri episodesh skandalesh. Nuk mjafton më të thuash, ky politikan mori shfet, ai funksionar abuzoi me detyrën, ai tjetri favorizoi një biznesmen. Ai që tregon raporti SPAK-ut është diçka më e thellë. Korrupsioni ka evoluar nga rrushfeti në një arkitekturë të konsoliduar të përvetësimit të pasurive publike. Pra kemi kaluar nga korrupsioni i rastit te korrupsioni i organizuar në një sistem të vetin. Dhe pikërisht këtu, betejë kundër korrupsionit pushon së qeni vetëm çështje e hetimit dhe ndëshkimit penal. Këtu, ajo bëhet çështje e mbijetesës së vetë shtetit dhe të interesit publik. Në gjendën që ne jemi sot, nuk mjafton vetëm që drejtësia penale të bëjë punën e saj për të luftuar korrupsionin. Sot duhet një transformim i thellë i vetë shtetit dhe kjo mund të arrihet vetëm me zgjidhje politike. Ky është emisioni ynë për sot. Mirupafshim në emisionin e javës së ardhshme.